të krijohet ide dhe menjëherë pra mori dy vendime, mbajti dy qendrime, njëri në raport me Tajvanin, tjetri me Iranin. A mundet që në Kinë të ketë ndodhur kjo, le të themi, ky shkëmbimi i Tajvanit për Iranin? Jo, nuk ka ndodhur ky shkëmbimi i Tajvanit me Iranin, për arsye se me që dhe Kina premtoi që nuk do ta furnizonte me armë. Nuk e ka furnizuar Kina me armë Iranin, e ka furnizuar vetëm me ekspertizë. Ekspertizë tashmë të cilët iranianët e kanë edhe vetë. Irani nuk është Tajvani. Tajvani është një vend i cili varet totalisht nga Shteti Bashkuar të Amerikës në çfarëdo lloj gjëje. Pra varet për mbrojtje, varet për energji, varet për gjithçka, sidomos tashti. Kurse Irani nuk varet nga asgjë nga Kina. Pra Irani është një partner strategjik i Kinës, për arsye të nevoja dhe për nevoja strategjike të dyja vendeve, por nuk ka varësi nga Kina. Në kuptimin ekzistencial, po. Po, pra Irani ka ngritur një shtet të tillë që nga viti 1987, që nga revolucioni islamik, me këtë ide, pra për pavarësi totale dhe autonomi strategjike, dhe Irani e ka arritur autonominë strategjike në të gjitha fushat, qoftë në atë ekonomike, qoftë në atë shkencore, qoftë në atë ushtarake. Dakor. Dhe nuk mundet që Irani nuk mund të jetë të përdoret si negociat nga Kina ose nga dikush tjetër për të mbritur një rezultat, sepse nuk ka varësi nga Kina. Çfarë do lloj vendimi të marrë Kina në raport me Iranin, kjo nuk e ndikon Iranin? Jo, nuk e ndikon Iranin në aspektin që Irani do të humbasi luftën, ose do të humbos, ose do të shuhet, ose do të zhbëhet Irani, ose do të bjerë qeveria iraniane, ose do ta mundin Iranin. Jo, kjo nuk ndikon as pak. Në konceptin, në aspektin e kësaj lufte në cilën ndodhem, çdo lloj vendimi që të marrë Kina nuk ndikon. Ndikon në atë pjesën afatgjatë të Iranit, në çështjen e shitjes së naftës që Kina po i blen, pra 90% të kësaj nafte që e blen Kina. Por ama Irani në rast se nuk do ja shiste Kinës do të shihej një tjetër ndërmjetësve të tjerë, nëpërmjet vendeve të tjera, pra mund ndikojë pak në këtë aspekt. Por ama nuk ndikon në vendimarrjen strategjike dhe autonominë e shtetit të Iranit. E qartë. Pra Irani prandaj nuk mund të përdoret në këtë aspekt. Për Kinën nuk është si Tajvani. Shiko, do të kemi që parasysh bashkimi Irani, Kina dhe Rusia janë tre vende të cilat janë bashkuar nga një interes strategjik, por secila nga to ka autonomi strategjike nga njëra tjetra. Pra nuk kanë varësi strategjike të njëra tjetra. E qartë. Kanë interes strategjik mbi bazën një autonomie strategjike të secilës. Pra secila ka autonominë e vet dhe nuk ka varësi strategjike nga njëra tjetra. Për këtë, ky është problemi që këto vende përbëjnë bazën e këtij multipolaritetit dhe idenë e kësaj botës të re. Pse bota e re është në konceptin që e ka pasur, dhe ky koncept është koncept kinez realisht, nuk është koncept rus, nuk është koncept iranian. Është koncept kinez, i cili e ka pasur Zhou Enlai, kryeministri i Kinës, dhe e ka deklaruar edhe në 74 në OKB. Pra, çdo vend duhet krijojë autonominë e tij strategjike dhe pastaj hym në një marrëdhënie ekonomike dhe strategjike me çdo vend që ka autonomi. Dakor. Do t'i kthehem një moment tjetër më gjatë intervistës kësaj, Dritan. Ndërkohë, në lidhjen e mesme me që jemi tek lindja e mesme, gjatë, po themi, këtyre 48 orëve të fundit ka ndodhur ajo që tham shpërthimi në Beitul Shemesh, ka ndodhur 3 dronë që kanë ardhur nga Iraku, janë interceptuar në Arabinë Saudite, por ka ndodhur edhe diçka tjetër. Një dron ka goditur gjeneratorin e centralit bërthamor në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuar, një dron iranian. Të paktën me që raportohet, ose kjo pasaj prandaj të kam ftuar për të kuptuar se çfarë po ndodh në këtë moment. Duhet të jemi pak më të kujdesshëm në këtë aspektin. Ka një deklaratë zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes të Emirateve të Bashkuara, e cila përcakton që 3 dronë, pra ajo deklaron thotë 3 dronë kanë hyrë nga kufiri perëndimor i Emirateve të Bashkuara. Nuk e përcakton dronët janë iranianë apo jo. Nuk e përcakton. Dhe njëri prej tyre ka arritur të godas këtë gjenerator, pra 2 janë asgjësuar nga mbrojtja kundërerore e Emirateve të Bashkuara dhe njëri ka arritur. Por ama e përcakton qartësisht thotë nga kufiri perëndimor. Pra shikoni. Po. Kufiri perëndimor është ky. Ky është kufiri perëndimor i Emirateve të Bashkuara. Pra që droni të hyj këtej, ka ardhur nga Arabia Saudite.
E qartë. Ka një mundësi që droni mund të nisur nga Jemeni në drejtim saj. Por sidoqë ti duhet kalojë në gjithë territorin e Arabisë Saudite dhe Arabia Saudite do ta kapte. Arabia Saudite ka bërë një deklaratë, ka thënë që ne kemi interceptuar 3 dronë të hyrë nga Iraku dhe 3 dronë të hyrë nga Iraku janë asgjësuar nga mbrojtja kundërore e Arabisë Saudite. Këta 3 dronë. Po, këta 3 dronë. Dhe ajo realiteti është që këta 3 dronë janë asgjësuar nga mbrojtja kundërore pakistaneze e cila ndodhet në Arabinë Saudite, sepse Pakistani ka çuar mbrojtje kundërore, ka çuar avion kinez dhe mbrojtje kundërore HQ-9-ën. Pra atë radarin dhe atë mbrojtje kundërore HQ-9 që ka blerë edhe Serbia nga Kina e ka çuar para një muaj Pakistani në Arabinë Saudite dhe ajo e ka interceptuar këta 3 dronët. Dhe i ka asgjësuar 3 dronët. Këta 3 dronët, pra mund të jetë pjesë e një grupi, pra mund të jenë 6, mund të kenë lëshuar 6 dronë, 3 kanë kaluar, 3 kanë hyrë në Arabinë Saudite. Por asnjëri nuk ka ardhur nga Irani dhe nuk ka një deklaratë zyrtare nga Emiratet që të përcaktojë që është dron iranian. Thjesht ato 3 dronë ardhur nga kufiri perëndimor që është Arabia Saudite. Nuk përjashtoj, duke qenë se në Irak ka pasur diku të rreth 3 baza ushtarake të fshehta të Izraelit këtu. Mendimin e Shtetit Amerikës. Njëra është zbuluar, por mundohet që ekzistojnë edhe 2 të tjera. Pra mund të ekzistojë njësi dhe mund mendohet që dronë të tillë janë lëshuar nga këto grupe, të cilat kanë dashur të bëjnë të false flag operation, pra të godasin duke shkaktuar një dëm të madh në aspektin në Emiratet e Bashkuara dhe Emiratet e Bashkuara pastaj të hyjnë në luftë me Iranin ose me dikë tjetër, por edhe Emiratet e Bashkuara janë treguar të kujdesshëm në këtë aspekt. Pra deklarata e tyre më njëhershme e Ministrisë Mbrojtjes i thotë që nga kufiri perëndimor e përjashton Iranin. Me qartë. Sepse çdo dron iranian për të hyrë në kufirin perëndimor ose duhet vinte nga Omani të vi këtej, ose do të vi sërish këtej dhe ty nga Arabia Saudite, pra dhe Arabia Saudite ka thënë që dronët që ajo ka rrezuar kanë hyrë nga kufiri me Irakun, sepse e përcakton radari e kapse nga Irakun, pikërisht pa e përcakton Irakun. Të gjitha si Emiratet edhe Arabia e kanë përjashtuar Iranin nga kjo gjë. Pastaj janë mediat ato të cilët e fusin emrin e Iranit te droni ose diçka tjetër. Okej. Për arsye ndryshme, por realiteti deklaratat zyrtare të këtyre 2 vendeve e përjashtojnë. Prandaj unë them i mbesim deklaratave zyrtare. Jo, i rrim, po ideja, mesazhi i goditjes së një centrali bërthamor dritan është false flag operation. Pra jemi te një false flag operation të kjo, duke qenë dhe fakti që Emiratet e Bashkuara e përcaktojnë qartësisht vetëm krahun perëndimor, pra vetëm kufirin perëndimor. Pra ato nuk po duan të thonë që kemi të bëjmë me goditje që është një false flag operation për të krijuar idenë sikur na sulmoi Irani, thonë. Po ndërkohë kanë përcaktuar qartësisht nga hyrë, pra tregojnë që ky false flag operation është i dështuar. E qartë. Dhe në rastin mbani mend gjatë luftimeve 30 ditore kishte shpesh herë goditje me dronë të ndryshëm që godisin ose Emiratet ose Arabinë Saudite, biles edhe ambasada amerikane goditur në Arabinë Saudite, rezultoi që nuk ishte goditur me dronë iranian. Pra janë përpjekje. Jo, e di pse them, pse i risolla këto 48 orë të fundit, sepse janë pikërisht, le të themi, për hatër të këtyre të princit Katarit, Saudisë, Emirateve, që Trump ka vendosur që të shtyjë. Po shiko, problemi është i tillë sepse kemi 2 mentalitete. Mentaliteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës aktualisht ka mbetur në shekullin e 20 të lufta që ata nisën dhe në fillim të shekullit të 21 të lufta që nisën për lufta antiterrorizmit. Pra në vitin 2001 Shteti Bashkuar të Amerikës nisën një luftë të madhe kundër terrorizmit, konceptin e antiterrorizmit dhe me këtë shkataruan Irakun, shkataruan Afganistanin, vranë diku të rreth 7 milion musliman, gjithandej. Pra në këtë konceptin e terrorizmit shkataruan Libin, shkataruan Sirin, pra nuk lanë vend musliman pa shkataruar, që nuk ishte përkurrur vullnetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe por konfiguruan edhe forcën e tyre luftarake dhe ushtarake në konceptin e luftës antiterrorizmit. Dhe vazhdojnë akoma me këtë koncept edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që aktualisht me Iranin nuk kanë të bëjnë me një organizat. Pra këta e trajnojnë Iranin si organizat, dhe po të shohësh në gjitha deklaratat e CENTCOM-in, deklaratat e Pentagonit, deklaratat e presidentit. Pra këta llogarisin Iranin thjesht një grup njerëzish, një grup mullash, pra një grup njerëzish fanatik. Pra është e njëjti mentalitet që ti e konsideron një shtet si një organizat. Të njëjtën gjë, të njëjtat deklarata kemi edhe kur fliteshin për sulme ndaj ISIS-it, për sulme ndaj Al-Qaidës, pra një grup njerëzish fanatik. Në Iran nuk kemi një grup njerëzish fanatik. Në Iran është një shtet. Pra këta vazhdojnë me mentalitetin e para 20 viteve. Ndërkohë që këtu kanë të bëjnë me një shtet i cili ka struktura të mirëfillta, pra është një shtet me struktura të mirëfillta dhe me një autonomi dhe thellësi strategjike.
Dhe në momentin që ti hyn në të luftë duke menduar se ai tjetri është thjesht një grup njerëzish, një grup ushtarak, atëherë të çdo luftë ketë të humbur prej fillimit. Dritan, ndërkohë çfarë bën? Kurse vende të tjera, Arabia Saudite, Emiratet, Omani, Iraku, Kuwaiti, këto e kanë parë dhe e shohin dhe fuqinë e Iranit dhe e kuptojnë që kanë të bëjnë me një shtet, nuk kanë të bëjnë me një grup. Pra kemi dy koncepte, prandaj kërkojnë presidenti amerikan që në çdo kohë që të mos e sulmojë për arsye se goditja më e madhe dhe dëmi më i madh do ta psojnë këto vende. $200 miliardë deri tani mund të jetë më shumë. Dhe do ta psojnë këto goditjen më të madhe. Pra këto e kanë kuptimin se me kë bëjnë, kurse presidenti akoma nuk e ka konceptin se me kë ka të bëjë. Pra këtu është problemi. Pra nuk di se ku ka hyrë. Dritan, ndërkohë çfarë po ndodh në Hormuz, sepse pash një lajm ku bëhet fjalë për një agjenci siguracionesh, Hormuz Safe ishte pak a shumë. Ndërkohë regjia shpresoj ta kemë atë hartën ku në një farë mënyrë është ndërtuar një hekurudh midis Iranit dhe Kinës, që është pjesë e atij korridorit One Road, One Belt të Kinës. Si e vlerëson situatën aktualisht në Hormuz? Çfarë po ndodh dhe a kemi, ja kjo është ajo pak a shumë hekurudha për cilën bëhet fjalë? 10.500 km është hekurudha e gjitha. Nis nga, nuk është në Shanghai, po është në Urumqi të Kinës dhe përfundon në afër Teheranit, pra. Atje nuk ka vajtur Bandar Abbas. Pra kjo pjesa e hekurudhës tu nuk ka mbaruar së ndërtuari. Kjo, ende. Është vetëm kjo pjesë e hekurudhës. Vetëm kjo është e bërë. Kjo edhe kjo deri këtu. Kjo pjesë, kjo hekurudhë tjetër nuk është bërë. Pra kjo po ndërtohet kjo që shkon këtej. Po. Pra kjo është 150 km këtu, midis Azerbajxhanit dhe Iranit, që po ndërtohet për të lidhur me Rusinë, që e çon Rusi. Po hekurudha është kjo, kalon në 4 vende. Pra, kalon në gjitha ato vendet që mbarojnë me stan. Po. Në Uzbekistan, në Kazakistan, në Kirgistan, në Turkmenistan. Të gjithë stanat. Të gjithë vendet që mbarojnë me stan kalon hekurudha. Hekurudha po deri në Urumqi të Kinës. Hekurudha ka nisur në vitin 2016 dhe ka mbaruar në vitin 2019. Në vitin 2019 është bërë efektive. Ka 2 linja, një linjë është për pasagerët, ose një linjë është vetëm për mallrat. Për mallrat. Po, hekurudhën e ka ndërtuar Kina. Është investim kinez, e ka ndërtuar Kina sipas standardeve të hekurudhave kineze që ndryshojnë nga standardet e hekurudhave të tjera. Pra ndryshon gjerësia e shinave, forcia e shinave, kapaciteti, pesha, gjithçka. Shumë. Për 14 ditë shkon nga Teherani në për 14 ditë. Ndërkohë që me cistern. Me cistern me kështu shkon për 40 ditë. Për 40 ditë. Për 40. Por ama pavarësisht asaj, hekurudha nuk e mbulon dot sasinë. Pra, imagjinoni në hekurudh ti nuk mund të vësh një cistern e madhe mbran 2 milion fuqi nafte. E qartë. 2 milion fuqi nafte nuk i mban një tren. Pra, jemi pra kapaciteti ndryshon, pavarësisht kapaciteti i shkëmbimit të mallrave ndryshon, por ama ka një garanci të shkëmbimit të mallrave dhe edhe në rast se nesër e bllokon pravim të Hormuzi, edhe në rast se Amerika do bllokonte totalisht ngushtisën e Hormuzit dhe nuk do lindte asnjë anije as kineze të dini, por se anijët kineze vazhdojnë të dalin pas një problem. Sërish Kina do të merrte naftën. Pra nuk do të arrinte të merrte 2 milion fuqi një herë në javë, po do t'i merrte ato 2 milion fuqi ta zëm për një muaj. Pra, ky numri, ky sasia e naftës që nevojit e Kinës do ta merrte, po pak me vonesë. Për një kohë më të gjatë. Për një kohë më të gjatë. Pra nuk do ndryshonte në gjë të madhe në raportin ekonomik midis Kinës dhe Iranit. Pra nuk ndryshon asgjë në këtë aspekt. Kështu që po lidhe me këtë Hormuz Safe. Hormuz Safe është pjesa e asaj platformës, është pjesa e asaj drejtorisë që ka ndërtuar Irani për çështjen e kalimit të Hormuzit, ku çdo anije pra që duhet të kalojë është në aspektin e pagesës së garancisë. Pra ka ndërtuar një shoqëri, por në moment që ti paguan, sepse çdo kush që kalonte paguante. Atëherë kjo pagesë bëj ose në iranianët kanë ose në yuan ose në tuman iranian ose në euro ose në dollar. Pra në këto të katra mund ta bësh. Dhe po që të justifikohet nga ana ligjore kjo pagesë. Pse të justifikohet nga ana ligjore? Sepse në Iranit Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të bëjnë gjë në aspektin e kësaj pagese. Por ama, çdo anije tjetër që ta paguante këtë, atëherë amerikanët mund ta ndalojnë dhe të thonë që keni bërë një pagesë që është jashtëligjshme shumë. Ndërkohë që çka ka bërë Irani ka ndërtuar një
një strukturë ligjore dhe thotë që për të kaluar këtu ti është garanci. Pra siç janë firmat e garancisë të Lloydi i Anglisë ose këto dhe kjo funksionon në aspektin e Lloydit të Anglisë që unë t'jap garanci vetëm për Hormuzin. Pra kjo pagesa që është përcaktuar që duhet të paguash, do ta paguash nëpërmjet agjencie për ta bërë ligjore, pra për t'i dhënë mbrojtje, për ta formalizuar. Për ta formalizuar dhe për t'i dhënë mbrojtje ligjore këtyre anijeve që duan të kalojnë në këtë territor të Iranit. Pra për sa kohë ti kalon territorin tim, të paguash dhe unë bëj garancinë që çfarëdo që të ndodhi këtu unë të paguaj ty mbrapa. Dhe normalisht që është në këtë aspekt që edhe në rast se ndodh anija sulmohet. Pra ka dy aspekte. Para Irani justifikon dhe marrja e parave bëhet në mënyrë ligjore. Po. Dhe e dyta, edhe për anijet që kalojnë këtu në një çdo rast, në një tjetër. Ka garanci sepse në rast se mund ndodhi diçka, pra në rast se nesër ta zëm Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin që të godasin një nga anijet, sepse kanë kapacitet të godasin, ngrenë një avion dhe e godasin anijen. Po. Anija e goditur, e cila ka paguar në këtë në ujërat iraniane, automatikisht nuk humbet dhe do të shpërblet. Pra, kjo është në interes edhe të gjitha firmave të tjera që kanë anije, që funksionojnë, sepse çka ka bërë, kjo luftë ka sjellë një problem shumë të madh ekonomik, pra një përfitim, sepse kudo ku ka luftra, thonë që i futët, ka përfitime. Dhe përfitimi më i madh në këtë luftë është përfitimi i kompanive tregtare të anijeve tregtare. Kompanitë të mëdha siç është Maersk dhe kjo kanë kapacitete që t'i mbajnë anijet e tyre që i kanë këtu edhe për 6 muaj pa lëvizur sepse kanë sasi të mëdha. Kurse ka kompani të tjera të vogla që janë kryesisht në vende të vogla si është Greqia, se ato nuk kanë kapacitete që t'i mbajnë anijet e tyre sepse kanë pak anije për 6 muaj të bllokuara. Dhe për këtë arsye ato duan patjetër një garanci për të kaluar. Dhe kjo është një garanci për to dhe kjo i jepet garanci në mënyrë që dhe kjo që ka bërë Irani ka ndërhyrë në këtë fitimin e madh që po bëni sepse filluan në këtë moment, që kur ka filluar lufta që agresioni me datë 28 shkurtë, deri më sot, kompanitë e mëdha të anijeve tregtare, të cilat janë kryesisht amerikane dhe ndërkombëtare, kanë filluar të blejnë këto kompanitë e vogla, të cilat nuk e përballojnë dot kostot e mbajtjes anijeve të tyre me kohë gjatë të bllokuara në gjirin e Persik. Dhe për këtë arsye Irani tashmë po jep mundësi që edhe këtë përfitim ato t'ju ndali këtë përfitim në mënyrë që në moment një anije e vogël ose një kompani e vogël e paguan këtë garanci dhe kjo është garanci edhe në formë ligjore, pra që ti nuk mund të kesh pasoja të tjera çdo gjë tjetër, automatikisht ja heq atyre mundësinë për të zhbërë këto firma dhe për të rritur këtë monopoli. Pra po thyen në këtë moment edhe monopolin e këtyre firmave të mëdha të cilat filluan të përfitojnë menjëherë nga kjo. Kështu që është gjetur një mekanizëm për të fituar të dyja palët. Pra edhe Irani edhe ata që duan të kalojnë. Dritan, ndërkohë nëse kemi diçka për të thënë për sa i përket se nuk e di si e kemi kohën tani, për vizitën e Putinit në Kinë, para shumë 2-3 ide kryesore dhe çfarë a ka se thelbi gjës është që ka shumë aktualisht në vizitën në Kinë do të nënshkruhen diku 40 marrëveshje. Po. Kjo është deklarate e Kremlinit. Por dy janë marrëveshjet kryesore për cilat do të bëhet fjalë. E para është një deklaratë e përbashkët mbi botën multipolare, në cilën do të përcaktohet qartësisht një lloj i ri i marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra është përcaktuar që në të do të bëhet fjalë për një lloj të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare. Dakor? Kjo është e para dhe e dyta, një deklaratë e përbashkët mbi forcimin e partneritetit strategjik midis Kinës dhe Rusisë. Dhe kjo deklaratë e dytë vjen si përgjigje menjëhershme e vizitës Trumpit. Pra Trumpi nuk arriti të nënshkruante asnjë marrëveshje, ndërsa këta nënshkruan një marrëveshje, një deklaratë përbashkët për forcimin e partneritetit strategjik. Dhe përcaktojnë qartësisht që partneriteti strategjik Kina me Rusinë nuk kanë ndarje në këtë moment. Se thuhet që një nga arsyet e vizitës është përpjekja për t'i ndarë. Pikërisht, pa kjo përcakton që nuk kanë ndarje. Pra këto janë dy deklaratat e përbashkët që do të nënshkruhen. Pastaj tjerat janë çështje ekonomike, do të nënshkruhet një deklaratë e përbashkët për një marrëveshje për ndërtimin e anijeve të përbashkëta për transportin e gazit natyror, sepse aktualisht Rusia dhe Kina nuk kanë sasi të mëdha anijesh për transportin e gazit natyror, kanë shumë pak. Dhe do të nënshkruhet një marrëveshje tregtare për ndërtimin e këtyre anijeve të përbashkëta, do të ndërtojnë bashkë. Me qartë. Dhe në moment që ndërtojnë bashkë atëherë fitojnë një autonomi strategjike nga gjithë pjesët nga këto anijet që fola, sepse këto anijet i kanë tashmë këto firmat perëndimore, firmat e tjera ose që janë këto që quhet flota hije këto. Dhe duke ndërtuar në anijet të tilla, atëherë këta shuajnë këtë flotën hije dhe i heqin mundësinë e sanksioneve, heqin mundësinë e ndërprerjes ekonomike, heqin mundësinë e sulmeve ekonomike ndaj Rusisë ose ndaj Kinës. Pra, po shkojnë në një drejtim që
sanksionet nesër bëhen zero të pavlefshme, pra nuk ka asnjë gjë. Dhe në këtë humbet fuqia politike e Amerikës dhe e Perëndimit ndaj Kinës dhe ndaj Rusisë. Po, Kina vazhdon të jetë një nga furnizuesit